Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Ilir Proda, u pa të hyrë në ambientet e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar këtë mëngjes. Krye polici mbante një blok në dorë, ndërsa nuk dha detaje për çështjen që e çoi në gjykatën e posaçme, dhe këto janë pamjet e mbërritjes së krye policit pikërisht në ambientet e GKK-s. Takimi vjen në një kohë kur institucionet e drejtësisë dhe agjencitë ligjzbatuese po diskutojnë për plane masash për rritjen e sigurisë në godinat e gjykatave dhe të prokurorive pas vrasjes në krye të detyrës së gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja. Por as policia e shtetit dhe as gjykata e posaçme nuk kanë konfirmuar deri më tani çështjen që çuan aty krye policin Proda. Këto janë pikërisht momentet ku krye polici Proda ka një blok në dorë shënimesh, a dosje, dhe i është drejtuar pikërisht ambienteve të brendshme të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mëngjesin e ditës së sotme.